Në një moment dobësie, në jetë ndodh një magji, këtë nga ana tjetër një romance fiction. Yeah. Kishte një kimi me Kaonën aty? Po. Aktoren kryesor në film? Pa diskutim sepse, kishim një raport si dy aktor që ishte shumë i vështirë. Si dy aktor, si Indri dhe Kaona aktor. Po Indri dhe Kaona, kur ishin rol edhe ishin Edoni dhe Vlera, kishin shumë kimi. Ti më të thush si ka mundësi. Kjo është pjesë e punës. Që në momentin që ti futesh në rol, ti nuk je ma Indri, ti je Edoni. Kjo është loja. Thohet me lujt, është lojë. Po Indri dhe Kaona jashtë lojës në jetën e vërtet? Si ishte kimia juaj? Ndodhi diçka aty, ndodhi një magji, sepse kështu lexoj të paktën nga skenat e filmit, edhe njerëzit ta ludojnë gjithmonë kur shohin një Bradley Cooper dhe një Lady Gaga në Star is Born, edhe pastaj Irina Shayk le festën para se festa të mbarojë. Shiko, gjatë periudhës të gjërime me siguri ka lënë një magji midis nesh, sepse i ka shërby shumë filmit edhe na ka shërby edhe ne për me i bar rolet tona sa më mirë. Pra, kjo diskutohet, po, shumë kimi ka kënë midis mu dhe Kaonës, kimi fizike, ka pas shumë kimi, absolutisht. U shqetësua mamaja djalit për këtë? Ndjeu, intuitoi diçka? Tham si po. E kuptova. E komplikuar. Shumë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.